të një punimi, kështu që po e prezentoj në shkurt çka kemi menduar me bu, edhe çka në të ardhmen mundemi me marrë në sugjerim për juve. Çka do të thotë pse është e rëndësishme përfshirja financiare? Përfshirja financiare do të thotë që të gjithë ata njerëz që janë të pabankuar ose nuk e kanë një qasjen financat e tyre, ta kanë një mundësi të janë të përfshirë në sektorin bankar. Pse është kaq e rëndësishme, kjo diskutohet edhe nga guvernatorët e dy bankave qendrore, ajo Kosovës edhe Shqipërisë. Vitin e kaluar kanë pas si temë boshtë në diskutimet e tyre. Çka kemi synu na përmes këtij prezantimi me arrit, është cili është niveli i përfshirjes financiare në Shqipëri dhe në Kosovë dhe cilat janë sfidat me të cilat përballen këto dy vende. Në qoftë se analizojmë bazën e danave të indeksit global të përfshirjes financiare, e shohim që Kosova dhe Shqipëria janë më dobët në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, por kanë evoluar prej vitit 2011 në vitin 2024. Pra, treguesit e ndryshëm të këtij indeksi na tregojnë që ka një rritje të përfshirjes financiare edhe të femrave, por edhe të meshkujve në të dyja vendet, por në krahasim me vendet e tjera na jemi më dobët. Edhe përfshirja e femrave, gjinisë femrore është rrit, domethënë gjithë treguesit, për shembull të gjithë kanë një kartë debiti ose krediti, kanë huazuar nga familja, kanë huazuar nga burime formale edhe kanë përdor fondet emergjente. Gjithashtu, nëse shohim treguesit e tjerë me rëndësi, për shembull numrin e bankomatëve për 100.000 banor ose numrin e degëve bankare për 100.000 banor, ato dyja kanë rënje, po kjo është si rezultat i rritjes së digitalizimit. Pra sektori bankar në Kosovë dhe Shqipëri kanë filluar me hapa të shpejtë për digitalizim, çka tregon që njerëzit nuk e përdorin më si 10 vite më parë një ATM ose një diçka tjetër. Ne këtu kemi tentu me provu mënyrë empirike me pa cilët faktor po ndikojnë tek përfshirja financiare. Sipas modelit që ne kemi shfrytzuar, po konstatojmë që GDP-ja, shuma e kredive të sektori privat, pasja një kartë e kreditit, të gjitha këta janë faktorë të cilët e rrisin përfshirjen financiare. A ka sfida për përfshirjen financiare në Kosovë dhe në Shqipëri? Në qoftë se i shohim raportet financiare të Bankës Botërore se raportet e tjera të me rëndësi të institucioneve ndërkombëtare, të dyja vendet pak a shumë i kanë sfidat e njëjta, për shembull mungesën e fondeve të mjaftueshme, dikush ndoshta mundet me pas një xhirologari, po ka gjasa që nuk ka fonde në xhirologarinë e tij. Tjetër sfidë që kemi të përbashkët është vështirësia në promovimin financiar dhe mungesa e edukimit financiar që nga nivelet e ulta të arsimit, jo vetëm në universitet. Pastaj nuk i kemi të përfshira të gjitha segmentet e popullsisë, për shembull banorët e zonave rurale, gratë, ende janë të papërfshira në përfshirjen financiare. Gjithashtu, një sfidë tjetër me cilën ballafaqohet dy vendet janë mungesa e besimit në instrumentet ose në aplikacionet të ndryshme digjitale, ende njerëzit nuk besojnë sikurse me shku për shembull në bankë ose sikurse me përdor një aplikacion të tillë. Kjo është sfidë e përbashkët e të dyja vendeve. Si përfundim, mund të themi që Shqipëria dhe Kosova kanë përjetuar rritje të ndjeshme të përfshirjes financiare, por ende jemi larg pjesës tjetër të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Qasja në llogari bankare dhe përdorimi i kartelave kanë ndikuar ndukshëm në përfshirjen financiare, sidomos tek gjenia femrore. Duhet të ekzistojë një forcim i edukimit financiar tek të dyja vendet. Rritja e besimit në sistemin digjital ose në aplikacionet të ndryshme digjitale, zhvillimi i pagesave digjitale e të tjera. Cilët janë faktorët kryesues që na pengojnë niveli i ulët i edukimit financiar dhe ekonomia ende mbështetet në përdorimin e paras kesh. Sidomos në Shqipëri është një nga vendet që e ka përdorimin më të madh të paras kesh dhe më pak përdoren aplikacione të ndryshme. Natyrisht ky hulumtim ka shumë limitime, por është veç një draft që na kemi dashur me prezantu. Në të ardhmen duhet me urrit numri i vendeve, për shembull, edhe të Bashkimit Evropian, edhe me analizu edhe faktorë të tjerë, çka e rrisin ose çka ndikojnë përfshirjen financiare. Dhe sigurisht me përdorë edhe metoda ose teste të tjera për me verifiku sa kanë qenë më të fuqishme modelet ekonometrike.
Faleminderit. Faleminderit së pari njërë për kohën që e respektove maksimalisht dhe dyta për tematikën që keni përzgjedhur për përfshirjen financiare të grave Shqipëri dhe Kosovë, edhe pse nga ajo që dëgjuam jemi mbrapa vendeve të edhe të Europës, po dhe vendeve të rajonit, megjithatë për te shifrave unë besoj që ka një shpresë, ka dritë në fund tunelit, sepse i kemi në rritje shifrat, kështu që mirë, faleminderit edhe një herë për prezantimin tuaj. Do të kalojmë tek prezantimi i tretë për te kolapsit, dinamikat e dështimit të startupeve në ekonominë zhvillim, duke uruar më parë mirëseardhjen e zonjës Justina dhe të zotit Mustafa, dy personalitetet e shuara, kështu që kënaqësi që ju kemi në sesionin tonë. Fjala është për juve. Besniku apo? Besnik? Sigurisht dy besnik, prandaj s'po di të thoja përpara. Ka problem. Përshëndetje gjithëve, është kënaqësi të jem pjesë e kësaj konference dhe të prezantojmë një studim i cili është akoma në progres dhe në mënyrë specifike trajton ekosistemin e startupeve në kontekstet në zhvillim, rastin konkret, rastin e Kosovës. Në imazhin që shihni është paraqitur rasti i një startupi ku gjithë janë të lumtur, ku gjithë janë duke pas sukses dhe po i gëzohen atij suksesi, kurse në rastin e tjetër është pjesa kur kemi një startup që e ka marrë të poshtë edhe ta të pjetën. Edhe në këtë rast pra një situatë tensionuar kur anëtarët e ekipit janë në presion, janë në ankth dhe është një situatë absolutisht e sikletshme dhe e pakëndshme për secilin anëtar të ekipit. Për fat, në imazhin e parë është pjesa ku vetëm 10% e atyre që i shihni në këtë imazh janë pjesa ose maja e icebergu që ne e shohim për shkak të suksesit, kurse pjesa tjetër në 90% të rasteve, në 5 vitet e para startupet që dështojnë, janë kjo pjesa me situatën pra të pakëndshme. Në literaturë, në studimet e fushës së ndërmarrësisë, veçanërisht ndërmarrësisë moderne në ekosistemet e startupeve, për studimet për startupet e dështuara janë pothuajse inekzistente. Pra është një fushë shumë e re ku vetëm së fundmi kanë filluar të japin rëndësi këtij fenomeni dhe koncepteve relevante të cilat ndërlidhen me të. Edhe studimi jon me profesorat akademik Besnik Krasniqi dhe profesorin Gentrit Berisha nga Universiteti i Prishtinës, po mundohemi të hedhim dritë veçanërisht në kontekstet në zhvillim për shkak të specifikave dhe karakteristikave të veçanta, për shkak të papjekurisë institucionale, programeve dhe politikave që ndërmerren në hartimin e këtyre hapave me qëllim të promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Startupet veçanërisht në ekonomi të vogla konsiderohet që kanë një influencë të jashtëzakonshme, sidomos ato të cilat kanë sukses në shumë dimensione, duke filluar nga krijimi i inovacionit, i produkteve të reja teknologjike, i shërbimeve dhe në përgjithësi ato shkaktojnë një lloj rregullimi të tregut për shkak se ndikojnë në krijimin e trendeve të reja në produktet dhe shërbimet në treg. Krahas kësaj, me rritjen e tyre, shtohet numri i të punësuarve, pra zbutin ose bëjnë një lloj reduktimi të papunësisë në komunitetet në cilat zhvillohen, në industrinë të cilën zhvillohet dhe në mënyrë indirekte kontribuojnë tek një zhvillim më afatgjat dhe më i qëndrueshëm i ekonomisë atij vendi. Pra po flasim në veçanti për vendet e vogla dhe për ekonomitë në zhvillim. Megjithatë, dështimi i tyre është i pashmangshëm, përderisa vetë statistikat tregojnë që në të shumtën e rasteve 9 në 10 startupe dështojnë ose i ndërprejnë aktivitetin e tyre biznesor brenda 5 viteve, çka bën që duhet të trajtojmë këtë fenomen dhe efektet e tij. Pra krahas arsyeve që vijnë deri tek dështimi, se çka po e shkakton dështimin, kuptohet që duhet të trajtojmë edhe efektet. Një startup kur mbyllet, pronarët, pra themeluesit, punonjësit, klientët, furnitorët, partnerët e tjerë të gjithë preken nga ky dështim.
preken kuptohet në mënyrë negative. Çfarë kemi bërë ne është që kemi ndjek një qasje kualitative, për shkak se është një fushë pa eksploruar mjaftueshëm, madje për këtë arsye i kemi paraprirë përmes një shqyrtimi sistematik të literaturës, në mënyrë që të ndërtojmë një kornizë që jo vetëm ky studim, por edhe studimet e tjera pasuese në fushën e dështimit të startupeve t'i përmbahen asaj kornize dhe ta trajtojmë studimin në mënyrë të strukturuar, jo thjesht nga shumë dimensione, nga shumë perspektiva, nga shumë qasje dhe metoda të ndryshme, e kemi një lloj mozaiku të gjetjeve, të koncepteve, të prirjeve, të fenomeneve tjera, por që nëse i vendosim në një vend, nuk janë mjaftueshme për të ndërtuar mekanizma dhe për të ndërtuar, të themi, kornizën e cila i prin studimeve të tjera empirike për t'i validuar ato gjetje. Për shkak pra të kësaj laramanisë koncepteve dhe metodave që janë përdorur. Ne kemi nisë fillimisht duke u nisur nga koncepti i dështimit sipërmarrës, që është një koncept pak më universal në fushën e ndërmarrësisë, dhe nga këtu kemi nxjerrë konceptin e dështimit të startupeve, që është një koncept pak më specifik ose më nish, për shkak se karakteristikat e startupit si një entitet, si një organizatë biznesore, janë shumë më ndryshe se sa të gjitha bizneseve të tjera, pavarësisht nëse ato janë individuale, nëse janë biznese të reja, nëse kanë një punëtor, nëse kanë vetëm 10.000 euro çarkullim vjetor, pra kanë disa karakteristika të mesjera që janë inovacioni, pra nuk është të thënë që secila kapitëri duhet të jetë startup, pastaj është potenciali për ta çrregulluar tregun, jo çdo produkt e ka këtë potencialin për të ndikuar në krijimin e trendeve. Pastaj është mundësia për rritje eksponenciale brenda një periudhe të shkurtë të rritjes dhe zhvillimit të startupit, dhe në fund edhe elementi katërt është ekzistenca në kushte ekstreme të tregut. Pra mund ta konsiderojmë startup një biznes që investon 50 milion në krijimin e një produkti inovativ, por realisht ka një lloj qëndrueshmërie, ka një lloj mbështetje, një lloj backup, që nëse dështon prap investitori, biznesi, korporata ose themeluesit e kanë pas një bazë të qëndrueshme financiare për të investuar në këtë startup. Pra nuk mund të konsiderohet diçka e tillë. Duke pas parasysh këto, ne jemi fokusuar për ta për ta hulumtuar pra këtë koncept në mënyrë që ta shohim se çka po e sjell fillimisht krijimin e startupit, a ka paragjykime në krijimin e startupit, apo nisën të rinj të reja 18 vjeçar, 20 vjeçar me idenë është një thirrje atje nga Ministria e Ekonomisë ose një Ministria e Inovacionit, që nga një grant 5.000 euro, hajde aplikojmë, i marrim paret edhe po bëjmë një produkt. A është ndoshta edhe vetë ky paragjykimi paraprijes për dështimin e startupit? Apo mungon diçka nga sistemi i edukimit sipërmarrës? Apo mungojnë mekanizma të tjerë të kontrollit mbas dhënies së mbështetjes financiare? Cilët janë ata elementë të cilët po ndikojnë që të mos ketë performancë të mjaftueshme, ose a është në nivel individual, a është e pamjaftueshëm individit, themeluesi startupit, a janë të pamjaftueshëm mekanizmat organizativ që ndërtohen, pra ekipi, investitorët si funksionojnë, apo është problemi tek një nivel më i lartë që ne kemi konsideruar nivelin mjedisor, pra mjedisor të biznesit, ku në vend të veçantë zën institucionet dhe organizatat e tjera politikbërse të cilat ndikojnë në hartimin e këtyre programe për incentivat në krijimin e startupeve. Përveç shkaktarëve dhe pasojave, ne duam të kuptojmë se çfarë ndodh pastaj. Pra, pasi dështojmë sipërmarrës, se çfarë po ndodh. Në kulturën evropiane në përgjithësi dështimi shihet si një element shumë negativ, por në kulturën amerikane shihet një element shtet pozitiv si pjesë e një procesi sipërmarrës. Me fjalë të tjera, nëse dikush dështon tek ne, stigmatizojmë, shohim me sy të keq, ky është dështar, ky është i pamjaftueshëm për të qenë ndërmarrës. Kur në bazë shumë studimeve, sipërmarrësit me përvojë të dështimit në vendet kryesisht në SBA, kanë më shumë shanse për të marrë investitor të rinj në idenë e dytë. Pra jo vetëm në të parën, por krahasuar me ata të rinj, të rishtarët, kanë më shumë potencial për të pasur sukses dhe për të marrë investime të tjera. Por si ndodh kjo në ekonomitë në zhvillim? Dhe në fund,
kuptohet që gjitha këto implikime do të jenë me rëndësi për krijimin e politikave dhe hartimin e programeve më efikase në trajtimin e startupeve. Kjo është korniza mbi të cilën ne kemi ndërtu dizajnin kërkimor. Pra është një kornizë që i paraqet 3 nivelet të studimit të startupeve, ku i paraqet shkaktarët e startupeve, ngjarjen e dështimit, pra jo thjesht një moment kur e mbyll startupin në një institucion të regjistrimit bizneseve, por është një proces prej ku fillojnë të krijohen ato ngjarjet negative. Mungon, nuk nënshkruhet një kontratë që është planifikuar të sjellë të hyra më shumë, largohet një head of technology, një ekspert i programimit, edhe në mënyrë zinxhirore e shkaktojnë dështimin final. Janë pasojat, jo gjithmonë pasojat janë negative, pra një nga këto pozitivet kryesore është të mësuarit, përvoja që gjenerohet, produkti i ri, inovacioni, shkasitë e reja që i marrin të rinj që përfshihen në startup, pra nuk është gjithmonë vetëm ajo e zeza, pra me pa bardhëzi ose sukses ose dështim, dhe në fund janë implikimet. Pra nga këto pasoja po kemi implikime. Dështimi i një themeluesi po i shkakton humbje financiare atij, po ka një implikim në ekosistem që jo thjesht si individ, mirë po ai po i shkakton të lashe dikujt tjetër që po largon nga puna. Pra ka implikime edhe në nivel individual edhe organizativ dhe mjedisor. Kem përdorur çështje hulumtimit cilësor ose kualitativ, ku kemi identifikuar një numër të konsiderueshëm të ish themeluesve, të cilët kanë pasur përvojë me dështimin, kemi realizuar intervista gjysmë të strukturuara me ta, dhe këto intervista tani janë në proces të transkriptimit dhe të analizës tematike përmes NVIVA-s. Gjetjet e pritshme pra janë që në këto 3 nivele ne të shohim se cilët janë shkaktarët në kontekstin zhvillimor të Kosovës, cilat janë pasojat, çfarë ndodh me trajektoret e karrierës apo i rikthehen punësimi me kohë të plotë për shkak se po shohin që nuk janë për ndërmarrësia, po kanë atë vullnetin për të provu prap. Dhe në fund është se si e shohin ta sipërmarrës rolin e ekosistemit në përvojën e tyre. Në fund i kemi parapa dhe kontributet teorike dhe empirike, ku integrimi i kësaj kornize dhe validimi është një kontribut i konsiderueshëm, dhe kemi edhe kontributet praktike që janë qëllimi primar pra i këtij studimi që ta shtrëngojmë, ta forcojmë një ekosistem të papjekur mjaftueshëm, ta maturojmë këtë sistem përmes programeve që nuk e kanë për qëllim gjithmonë atë suksesin afatgjatë, po kanë për qëllim që fillimisht ta amortizojnë dështimin dhe duke përdorur dështimin si përvojë të mësojmë më shumë që në plan afatgjatë të kemi pra një qëndrueshmëri ekonomike të cilit do investojmë. Zotri Avdia, faleminderit shumë për këtë temë, edhe pse nuk pam gjetje, po megjithatë na tregut strukturën, unë sfundi kam bashkëpunu me të tjerë në një punim shkencor ku po tentojmë i pa faktorët të cilët e përkrahin bashkëpunimin në investimin mes bizneseve në Kosovë dhe atyre tonave në diasporë. E përmendet rrethinën institucionale, del që nuk kemi përkraje të mjaftueshme. Shpresoj që gjetja juaj për startupet do të jetë ndryshme. Faleminderit shumë. Tani vazhdojmë me një temë krejt tjetër. Do të shohim se si i trajtojnë arkitektët shqiptar situatat ku duhet të zgjedhin në mes të informalitetit dhe mirëqenies së qytetarëve të qyteteve tona. Është një problem që e kemi edhe në Kosovë, që e përjetojmë në kurriz ne qytetarët e thjeshtë. Përshëndetje, unë quhem Kilda Markja, jam arkitekte pranë Fakultetit Politeknik të Tiranës, gjithashtu kam dhe studion time private, kështu që do t'ju tregojmë diçka në lidhje me arkitekturën, për problematikën që ne ndeshim së shumti. E marr kjo referencë nga vetja ime, e marr referencë nga gjithë kolegët dhe miqtë e mi që punojnë në këtë fushë. Atëherë ne kemi ngritur një temë e cila lidhet me arkitekturën në shqiptare midis informalitetit dhe rritjes së mirëqenies, sfida dhe perspektivat e saj. Po. Tani arkitektura
në kohët e fundit vihet re më shumti në zhvillimin e saj social-ekonomik, që ka kaluar në dekadat e fundit sigurisht. Po shpesh herë ne shikojmë që këto ndryshime lidhen me informalitetin. Dhe ky informalitet lidhet me mosplotësimin e standardeve të qarta profesionale. Sigurisht që kjo i shton sfidat e arkitektëve për të përmbushur të gjithë procesin e tyre profesional. Pyetja kryesore që ngrejmë lidhje me këtë çështje është: a do të ndikonte formalizimi i profesionit në rritjen e mirëqenies? Për ta kuptuar këtë, ne e kemi lidhur me konceptin kryesor të vetë fjalës mirëqenie, e cila përmbush nevojat materiale dhe shpirtërore që ka gjithsecili në ne, biologjike, fiziologjike, siguria, përkatësia, vlerësimi, e lidhur ngushtë edhe me piramidën Maslow, i cili, domethënë, i paraqet të gjitha këto nevoja. Po, si lidhet kjo pjesa e mirëqenies me pjesën e arkitekturës, me arkitektët? Lidhet me mosplotësimin e pikërisht të dy pikave të fundit, të pikës 4, e cila ka të bëjë me mosplotësimin e vlerësimit social-ekonomik dhe mosplotësimin e vetë vlerësimit të tyre. Ndaj, informaliteti, për ta përmbushur pra gjithë të piramidë totale, për ta plotësuar të gjithën në llojin e saj. Informaliteti sot në tregun ton ka si pikë kryesore, të cilën është mos vendosja e kontratës, marrëdhënies kontraktuale, mungesa e standardeve profesionale, ndërhyrjet pa leje, të cilat shpesh herë ne i gjejmë në instat që janë rreth 25 deri 30% të gjithë qyteteve ku ka elemente të tillë të informalitetit, konkurrencën e pandershme, gjejmë vështirësi në përdorimin e teknologjive bashkëkohore, mos mbështetje në institucioneve, pjesëmarrje të kufizuar të rrjeteve profesionale ndërkombëtare. Tani, ideja është se ku lidhet më konkretisht kjo pjesa e informalitetit me arkitektin. Lidhet pikërisht në aspektin ekonomik dhe në aspektin krijues, në atë të vetë vlerësimit, pra siç tham përpara. Në aspektin ekonomik, siç e përmendëm më përpara, është pjesa e aspektit të kontratës, mungesa e kontraktuale, e përkthyer në të ardhurat të padeklaruara. Si pasojë, arkitektët shpesh kanë humbur të drejtën për mbrojtjen, për të pospatur siguracionet e tyre nga ana shëndetësore apo sociale. Dhe kjo ul pra ndjeshëm vlerësimin ekonomik të tyre për sa i përket nga ana e projekteve, destabilitet financiar të tyre. Konkretisht, këto variabla ndryshojnë, po të marrim projektet, diku është raste ka plot konkrete në vendase dhe po t'i krahasojmë me të huajt, janë në dy fishimin e tyre, sigurisht. E ul ndjeshëm pjesën e investimit në teknologji, dhe e bën konkurrencën të padrejtë. Në aspektin krijues, siç tham, lidhet përsëri pjesa pa kontratë, lidhet pjesa pa standarde, duke sakrifikuar shpesh aspektin estetik, duke shmangur fazat fillestare të gjithë procesit. Ndërtimet pa leje që i përmendëm më përpara ndikojnë shumë në procesin krijues tonin, sepse ajo shmang edhe këtu tjetërsimin e projekteve gjatë fazës së zbatimit. Pra, të gjitha këto problematika kanë dekorajuar në përgjithësi profesionin e arkitektit. Unë ftoj dhe pak kolegen që të vazhdoj pak me konceptin, ju lutem. Përshëndetje, unë jam Rodina Papavasili, arkitekte gjithashtu. Për të vazhduar konceptin, informaliteti në fakt nuk ka nxjerr vetëm element negativ, por ai është parë në fakt edhe si pozitiv, sepse ka nxjerr vitalitetin, energjinë dhe aftësinë e shqiptarëve për të ndërtuar dhe transformuar jetën e tyre. Energji e cila është parë gjithmonë si motiv për vetë përmirësim dhe për tejkalimin e sfidave tradicionale. Ata kanë treguar fleksibilitet, krijimtari dhe kombinimin e trashëgimisë kulturore me inovacionin. Duke parë perspektivat e tregut të punës në fushën e arkitekturës, Shqipëria është në një fazë dinamike aktualisht dhe gjithashtu synon drejt
hyrjes në Bashkimin Evropian, i cili do të krijonte, do të na ndihmonte për të harmonizuar standardet ndërkombëtare, standardet profesionale ndërkombëtare dhe të zgjeroj tregun e punës, ndërsa gjenerata e re e arkitektëve shqiptar është më e hapur drejt bashkëpunimit ndërkombëtar dhe inovacionit. Atëherë si duhet të përballemi me këto sfida me sfidat që na paraqiten? Konkretisht duhet ndërmarrim hapa drejt formalizimit, duke krijuar sigurimin e kontratave ligjore, stabilitet financiar, të cilat do sillin mirëqenie ekonomike, duhen përmirësuar standardet profesionale, duke rregulluar kuadrin ligjor, rritja e cilësisë së shërbimit në drejtim të zhvillimit profesional. Në përgjithësi duhet rritur përgjegjësia publike, e cila forcon imazhin e profesionit në etik dhe prestigj. Pra ushtrimi i profesionit në mënyrë sa më formale do nxirrte potencialin e plot të arkitektëve tanë, duke krijuar mundësi për kreativitet dhe liri mendimi, e do të çonte drejt rritjes së mirëqenies. Arkitektura shqiptare mund të afirmohet si një aktor i rëndësishëm në tregun botror dhe arkitektët mund të shpërndajnë vlerat dhe identitetin e tyre profesional, por edhe të përfitojnë nga mundësitë që krijon tregu botror. Për këtë arsye duhen të kapërcyer sfidat konkrete, siç janë forcimi i marrëdhënieve ekonomike, marrëdhënieve kontraktuale, respektimin e standardeve, mbështetje institucionale për uljen e ndërhyrjeve pa leje, ngritjen e platformave interaktive profesionale për rrjedhim dhe promovimin e profesionistëve, përmirësimin e përfshirjes aktive në rrjete ndërkombëtare dhe investimin në mënyrë të vazhdueshme në teknologji dhe formim profesional. Pra, pyetjes kryesore që ngren sot, a do të ndikonte formalizimi i profesionit në rritjen e mirëqenies? Përgjigjja është po. Formalizimi është kusht themelor për rritjen e mirëqenies. Faleminderit. Po, të duam të rregullojmë dhe. Ne jemi fokusuar te kontratat, po sfidat janë në disa. Faleminderit. Kisha harruar të hapja po. Mirë, atëherë kalojmë tek prezantimi tjetër, auditimi në sektorët publik, çelësi për zhvillim të qëndrueshëm dhe menaxhim të burimeve publike. Prezantimi nga është dikush Danaj dhe Qurku. Okej. Kalojmë tek prezantimi i radhës, agora humane dhe institucionale në etikën digjitale, Jetmira Kajkovi. Faleminderit për fjalën e dhënë. Unë jam Jetmira Fekolli, lektore pranë Departamentit Filozofisë, Fakulteti Shkencave Sociale, Universiteti Tiranës. Në fakt, unë do prezantoj një punim pak më ndryshe, një punim me pikpamje filozofike, me pikpamje me koncepte teorike, që marrin nisje për shqyrtimin e shumë koncepteve të tjera që ne gjërësisht i trajtojmë në përditshmërinë tonë me njëri tjetrin.
Dhe ky punim mbështetet dhe shqyrton në fakt në mënyrë kritike sfidat në të cilën përballet sistemi i arsimit ton në Shqipëri, duke theksuar të gjitha mangësitë e saj, mangësitë strukturore, mangësitë institucionale, mangësitë etike, që pengojnë funksionimin e tij të plot në emancipimin dhe zhvillimin e tij të qëndrueshëm. Pra, në qendër të vëmendjes dhe në qendër të punimit qëndron ideja e etikës, që nuk është në fakt një shtesë e moralit që trajtohet në të përditshmërinë tonë, por të etikës si një themel që na ndihmon për të zhvilluar një mendim kritik, na ndihmon për të forcuar dhe është një bazë themelore për të kuptuar pak më tej edukimin dhe për të shkuar pak më tej formatit se çdo me thënë si mund ta ndihmojmë edukimin, si mund ta ndihmojmë arsimimin dhe si mund të riformosojmë, ridimensionojmë apo t'i japim një rivizionim të ri universiteteve tona dhe jo vetëm universiteteve, por edhe edukimit, arsimimit që tek fëmijët tanë e në vazhdimsi. Gjithashtu, etika na ndihmon edhe për ndërtimin e një arsimi sa më cilësor, sa më të drejtë dhe sa më gjithëpërfshirës. Prandaj, nëpërmjet kësaj qasje filozofike, por edhe ndërdisiplinore, jo vetëm filozofike, punimi propozon krijimin e një vizioni të ri për edukimin shqiptar, ku dija, ndjeshmëria, përgjegjësia bashkëveprojnë në ndërtimin e një qytetarie emancipuese dhe të vetëdijshme. Në fakt, etika e arsimit ka mundësinë të shërbejë si një udhëheqësyes për krijimin e një sistemi që jo vetëm zhvillon aftësitë personale, por edhe ndihmon në formimin e individëve të përgjegjshëm. Pra, na ndihmon neve në të përditshmërinë tonë, na ndihmon individin që të formojë që të formohet dhe të jetë i përgjegjshëm ndaj shoqërisë, e cila në ditët e sotme ne shikojmë shumë pak të reflektuar tek fëmijët, por edhe tek studentët që ne e kemi punën në të përditshmëri me ta. Etika mund shërbej edhe si një qasje, edhe si një mbështetje, ndoshta si një fuqi, si një forcë, si një qasje për të balancuar zhvillimin individual dhe zhvillimin kolektiv, por edhe për të promovuar vlera siç janë drejtësia, respekti, transparenca, që pak flitet në përditshmërinë tonë. Ky është imperativi që ne në filozofi i mësojmë shumë, edhe që nuk kemi qejf ta injorojmë, për të përmirësuar jo vetëm arsimin shqiptar që është konkretisht pjesë e punimit tim, por edhe shumë ndoshta tematika të tjera që kanë nevojë për etikën edhe kanë nevojë për mendimin kritik edhe që u shërben interesave të gjithëve. Arsimi i lartë në fakt e trajton etikën në përgjithësi si një nocion moral, por ne në auditoret tona gjithmonë kërkojmë të shkojmë përtej kësaj, kërkojmë të kuptojmë se ta kuptojmë etikën si një fuqi e brendshme transformuese, si një pjesë e jona që është aftë që të sfidojë edhe mekanizmat e ngurtësuara institucionale që ndodhen, në të cilën ne hasim në të përditshmërinë tonë dhe që mund të çojë drejt krijimit të një qytetari kritik apo të një forme kritike. Prandaj etika shërben si një busull për krijimin e një njeriu si subjekt reflektues, si një subjekt i lirë dhe si një subjekt i përgjegjshëm, duke e përfshirë, duke u munduar që të jemi pak më gjithëpërfshirës. Prandaj nëpërmjet kësaj analize është ndërthurur përvoja shqiptare me referenca filozofik, duke eksploruar dhe duke ndërtuar kështu një edukim që shkon përtej funksionit të thjeshtë dhe kërkon rikthimin e një universiteti cilësor. Metoda e përdorur është një metodë teorike, pasi shqyrtimi është shqyrtim kritik, i bazuar tek filozofët, i bazuar tek shumë filozofë që e trajtojnë edukimin si koncept dhe e trajtojnë etikën si koncept, dhe më pas duke shkuar tek metodat krahasimore që bëjnë edhe atë lidhjen dhe ndërlidhjen ndërmjet teorisë edhe praktikës arsimore në Shqipëri. Duke bazuar tek metodat dhe duke bazuar tek kjo nevojë për ta ndërlidhur etikën me edukimin dhe për t'i bashkuar bashkë të dyja, krijohen shumë pyetje dhe shumë nën pikpyetje në fakt. Cilët janë sfidat që përballet sot arsimi i lartë? Jo vetëm arsimi i lartë, por edhe arsimi që në fillimin e saj, që tek kopshtet, tek çerdhet, e po të vazhdojmë më tej. Si ndikon mungesa e etikës në cilësinë dhe funksionimin e edukimit në tërësi?
Në çmë mënyrë mund të shërbej etika, filozofia, mendimi kritik, shqyrtimi kritik si një instrument për ringritjen, për integrimin, por edhe për barazinë në sistemin arsimor. Dhe a ka modele ndërkombëtare që mund të përshtaten dhe mund të bëhen pjesë e realitetit ton për të patur një qasje më të qartë për arsimin? Në fakt, arsimi shqiptar nuk është thjesht një institucion që paraqet edhe që shfaq dije, por është një reflektim herë i drejt për drejt edhe i tensioneve shoqërore, intencioneve politike, intencioneve morale. Dhe kjo është karakterizuar edhe nga regjimi, tranzicioni postkomunist në Shqipëri. Gjithashtu, arsimi shqiptar ka kaluar në shumë forma organizimi dhe kjo ka kaluar pa ndërtuar një filozofi të qëndrueshme zhvillimi. Universiteti shqiptar shpesh herë eduktohet si një avancim personal, duke humbur dimensionin kritik dhe dimensionin etik. Dhe fokusi i këtij punimi është ndërtimi i këtij kuadri analitik mbi mënyrën për të identifikuar të gjitha boshllëqet normative dhe strukturore që ka institucioni arsimor, edhe që mund ta pengojnë këtë institucion që të kryejë funksionin e tij normal. Dhe kjo na çon në disa sfida, sfida që lidhen me autonominë, që mungon në fakt në praktik, sfida që lidhen me nxitjen e kërkimit shkencor, duke u fokusuar shpesh herë në riprodhimin e informacionit dhe jo në zhvillimin kritik tek studentët tanë, sfida që lidhen me cilësinë, duke e shmangur herë në shumicën e rasteve etikën për interesa të ndryshme, që në fakt krijojnë pabarazi. Po a mund të ndërtojmë një filozofi edukimi? Është e mundshme që edukimi të krijojë një frymarrje dhe të kthehet si një ideal edhe që të kthehet si një parim udhëzues i organizimit akademik apo i organizimit arsimor në marrëdhëniet arsimore? Patjetër që po. Mund të krijohet dhe mund të forcohet kapaciteti kritik dhe kjo është mbështetur në fakt tek shumë filozofë, tek Hannah Arendt edhe tek filozofë të tjerë që e zhvillojnë idenë e emancipimit qytetar dhe demokratik të shoqërisë. Në përfundim mund të themi se sfidat e edukimit janë sfida thellësisht etike dhe edukimi nuk mund të funksionojë si një makineri burokratike, por duhet i rikthehet hapësirës së dijes së gjallë, ku kërkimi së vërtetës, nevoja për të parë pak më tej se ajo çka na jepet dhe rikthimi tek mendimi kritik, përkushtimi tek mendimi kritik janë shtyllat themelore të veprimit arsimor. Dhe me mungesë të kësaj nuk mund të zhvillohet etika dhe nuk mund të ketë një frymarrje të etikës. Etika nuk është një zburim i moralit, sepse etika dhe morali janë dy gjëra të ndryshme, i themi ne. Por etika është funksioni kryesor, është shtylla themelore për emancipim, ku të gjithë fëmijët, studentët, pedagogët, e gjithë shoqëria duhet të bëhet pjesë edhe duhet të kanalizohet drejt mendimit kritik edhe drejt përkushtimit të shqyrtimit në mënyrë kritike për të realizuar këtë shoqërinë e ndershme, shoqërinë arsimore. Në përfundim, mund të themi që kuadri etik, ndoshta disa rekomandime, hartimi i kuadrit etik, ristrukturimi i autonomisë universitare, integriteti i edukimit etik, mund të jenë disa rekomandime që mund të jepen bazuar te këto dy shtylla themelore. Faleminderit. Unë harroj këtë. Pra, faleminderit për prezantimin dhe për temën që kishit zgjedhur, sidomos ajo që lidhet me etikën digjitale. Kalojmë tek një prezantim tjetër që mos na çojmë kohë. Fuqizimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përmes marketingut bëje vet. Faktorët e përshtatjes marketingut digital në një ekonomi në zhvillim. Adelina Emini.
Faleminderit. Është kënaqësi sot të jem së bashku me ju kolegë. Kënaqësi edhe më e madhe është që profesori është një prej inspiruesve dhe model në qysh napat e mi të studimeve themelore dhe profesoresha Justina Pula. Unë kam gjetur një temë e cila është shumë aktuale, e cila sigurisht që po gjenë zbatim, sidomos në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë, fuqizimin ndërmarrjet e vogla të mesme përmes marketingut bëje vet është një model i ri, sigurisht. Nuk kanë bërë shumë eksperimente rreth këtij modeli në Kosovë, është ndoshta modeli i parë. Dhe faktorët e përshtatjes së marketingut digital në një ekonomi në zhvillim siç është Kosova. Kjo mund të them lirisht që në Kosovë, siç e dim, unë po shikoj në telefon se kam problem si ku marr syzat për larg, kështu që në këtë slajtin e dytë janë si sfond edhe rëndësia e këtij përdorimit të dy modeleve nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Je dim që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme përbëjnë rreth 95% të bizneseve aktive në Kosovë, por shumica kanë buxhete të limituara ose të kufizuara, nga se nuk mund të angazhojnë kompani që janë të specializuar për marketing digital. Normalisht që është një kostë shumë e lartë për implikimin e tyre në përshtatjen edhe të dy modeleve. Kjo i ka shtyrë që bizneset e vogla dhe të mesme të aplikojnë apo edhe të adaptojnë këtë çështje bëje vet, duke përdorur platforma të ndryshme, të cilat janë edhe falas, por edhe më të përshtatshme si Canva, Meta Business Suites dhe mjetet të tjera të ngjashme. Studimi mbështetet në qëllimin paka shumë edhe e theksova edhe në slajdin para prak, është pikërisht të identifikohen faktorët përcaktues të aplikimit të marketingut të digital, faktorët nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë. Objektivat janë po ashtu që të analizohen qëndrimet, po edhe motivet që i shtyjnë drejt marketingu do it yourself, apo bëje vet, dhe të kombinohen këto modele tam dhe për të shpjeguar më falë. Këtu kemi, nëse po më duket e kam kaluar një slide, pyetjet kërkimore. Pyetjet kërkimore po ashtu lidhen me perceptimin e dobisë së lehtësisë së përdorimit të çështjes do it yourself apo bëje vet, ndjesinë e kontrollit apo dhe arktimit gjatë marketingut digital, si dhe me implikimet që modeli do it yourself i sjell në bizneset në Kosovë. Këtu kemi kornizën konceptuale, e cila kombinohen dy modele teorike, është Technology Acceptance Model, apo pranimi i teknologjisë, si dhe Do It Yourself bëje vet, e cila fokusohet në lehtësinë dhe dobishmërinë e perceptuar të teknologjisë, ndërsa Do It Yourself apo modeli bëje vet e kontrollon ndjesinë e kontrollit, pastaj shkallën e cilësisë së produktit, tendencën për të vazhduar më tutje për përdorimin e marketingut digital. Gjithashtu janë edhe variablet kontrolluese, mosha, gjinia, edukimi, sektori dhe madhësia. Hipotezat e cilat janë ngritur gjatë këtij studimi janë 6, të cilat lidhen pikërisht me ndikimin e perceptimit të lehtësisë, dobisë, ndjesisë dhe kontrollit edhe arktimit cilësisë produktit dhe synimit për përdorim të marketingut digital. Këto hipotezat të gjitha janë ndërtuar në bazë të literaturës teorike dhe mbështesin sigurisht analizën empirike të këtij studimi. Metodologjia e hulumtimi ishte kuantitativ, ne me pyetësor online rreth 250 pronar me menaxher të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Janë përdorur analizat PSOA, Kromba Alfa, regresioni lineari i Schonfest, por njëkohësisht edhe variabla të tjera të cilat e kanë përfshi dobishmërinë, ndjesinë e kontrollit apo cilësinë dhe synimin për përdorimin e marketingut digital nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Modeli i përdorur ekonometrik është po ashtu bazohet në ekuacionet e strukturore SAM dhe ai matë marrëdhëniet midis variablave tan dhe do it yourself
për të vlerësuar ndikimin e tyre në aplikimin e marketingut digital. Pra, ky model ndikon në identifikimin e faktorëve të cilët janë më të rëndësishëm për adoptimin e marketingut digital. Këtu kemi, po e kaloj sepse edhe e theksuam paraprakisht për faktorët më të rëndësishëm dhe hipoteza, testimi i hipotezave pothuajse të gjitha janë pranuar përveç cilësisë në fund. Po shkojmë tek përfundimet përfundimet edhe rekomandimet, mund të themi se zhvillimi teknologjik ka transformuar mënyrën se si bizneset po e aplikojnë marketingu digital, modeli do it yourself edhe modeli tam ju mundson për të zhvilluar më marketingun digital më efikas dhe për shkak të kufizimeve të cilat ndërmarrjet edhe të vogla dhe të mesme nuk kanë kapacitet të angazhojnë kompani të specializuara për ndihmën që të adaptojnë marketingun digital. Pastaj, po ashtu, kemi rekomandime të cilat duhet trajnimi i stafit të jetë më i specializuar pikërisht jo vetëm për përdorimin e këtyre dy modeleve, por edhe modeleve të tjera, pastaj matja periodike e opinionit publik dhe përmirësimi i komunikimit online për të rritur besimin e klientëve përmes këtyre dy modeleve. Kufizimet sigurisht që ky studim bazohet vetëm në këto dy modele dhe këto dy modele nuk janë të vetmet modele që mund të përcaktojnë adaptimin apo, si me thanë, marketingun digital me përdor ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, janë modele të tjera të cilat janë shumë edhe shumë literaturë nuk është që e kanë specifikuar se cilat do të jenë ato, por teknologjia është ajo e cila tashmë po e ndryshon komplet qasjen ndaj marketingut digital. Kërkoj falje sepse jam kthim nga Amerika par dia dhe jam gjysmë me jet lag, kështu që edhe syzat i kam harru. Faleminderit, nëse keni ndonjë pyetje. Faleminderit Angelina për prezantimin tuaj. Sigurisht është një nga tematikat më interesante. Megjithëse flitet për marketingu digital, po modelet janë gjithmonë sfiduese. Se u qoftë një chat GPT do të ndihmonte me ca modele tjera, të reja. Vazhdojmë me prezantimin e radhës, performanca e bankave dhe determinantët makroekonomik, evidenca nga Shqipëria dhe Kosova. Prezantimin do ta bëj. Përshëndetje gjithëve. Atëherë së bashku me kolegët e mi, profesoreshën Liliana, Gjon Lesha dhe Lek Pula kemi përgatitur punimin. Performanca e bankave dhe përcaktuesit makroekonomik është dëshmi nga Shqipëria dhe Kosova. Me qenë se bankat kanë një rëndësi të veçantë, janë shtylla kryesore e sistemit financiar në vendet e zhvilluara dhe në vendin poshtë dhe në vendin tonë. Mund të themi që ato sigurojnë stabilitet makroekonomik dhe nxisin edhe rritjen ekonomike për të kanalizuar dhe fondet drejt investimeve produktive. Në grafikun e vazhdim e kam paraqit numrin e bankave për periudhën 10 vjeçare ku kemi realizuar dhe ulëmtimin. I kemi periudhën 2014-2023 dhe shohim që bankat në Shqipëri kanë pas një numër shumë të lartë në krahasim me bankat në Kosovë. Mirë po numri veç ka rënë gjatë viteve të fundit, kështu që shohim që në Kosovë, domethënë në vitin 2023 edhe 2024 është zvoglu numri ma shumë se sa në vendin tonë. Cili është krahasimi mes dy vendeve, kam marrë një krahasim mes Shqipërisë dhe Kosovës, ku në Shqipëri rreth 75% e aseteve bankare janë pronësit huaj, ku kemi një numër rreth 11 banka, edhe janë banka me një treg konsolidum dhe konkurus, dhe me një shpërndarje të degëve në tërë vendin, dhe me një ROA dhe ROE të ulët në krahasuar me vendin tonë, me Kosovën. Kurse në Kosovë është, janë 3 banka të cilat dominojnë në vend,
ku sistemi është i dominuar nga bankat ndërkombëtare, të cilat janë Raiffeisen Bank, ProCredit dhe NLB Banka. Aktualisht janë 11 banka, ku domethënë është një treg më i centralizuar që dominojnë këto 3 banka si bankat më të mëdha të vendit, dhe në kuadër të performancës e shohim që kemi performancë më të lartë dhe bankat aplikojnë edhe norma më të larta të interesit, pavarësisht ROA dhe ROE që i kemi shumë të larta. Analiza ose qëllimi i këtij punimi është me u analizu performanca këtyre bankave për periudhën 10 vjeçare, kurse objektivat specifike me arrit me vlerësu se si ndikon numri i këtyre bankave në performancën e tyre, me pas se si ndikojnë kredit jo performuese në profitabilitet, çfarë efekti ka inflacioni, çfarë ndikimi ka GDP-ja për kokë banorit dhe si ndikon papunësia në performancën e bankave. I kemi marrë pasqyrat financiare të dhënat nga 25 bankat për 10 vjet, për periudhën që ceka. Metodat e përdorura janë modeli Pult OLS, është fixed effect dhe random effect. Kurse testin Hausmann e kemi për të analizuar se vërtetu se cili model është më i përshtatshëm. Ndërsa variablat që i kemi marrë të varura është ROA-ja dhe ROE-ja, kurse i kemi marrë të pavarura faktor të brendshëm dhe të jashtëm. Ku në kuadër të faktorëve të brendshëm i kemi numrin e bankave për vende, i kemi kredit jo performuese, ndërsa në kuadër të faktorëve të jashtëm i kemi marrë GDP-n për kokë të banorit, inflacionin dhe normën e papunësisë. Ky është modeli që kemi përdorur, kurse tek rezultatet i kemi paraqit statistikat përshkruese, është matrica e korelacionit, ku s'po ndalemi shumë, ndërsa në vazhdim është analiza e faktorëve ndikimi në ROA. Me qenë se kemi rezultatet e 3 modeleve dhe mbas testimit të testit, përmes testit Hausmann, rezultatet del që testi më i përshtatshëm është random effect, pra është testi i mesit ku shihet edhe me ngjyrë të kaltër. Në kuadër të rezultateve mund të shohim që numri i bankave ka pas efekt pozitiv në performancën e bankave, në të matur nga ROA-ja, ndërsa kredit jo performuese kanë pas efekt negativ dhe statistikisht rëndësishme, ku me uljen ose me rritjen e kredive ndikon në uljen e performancës së bankave. Kurse tek faktorët e jashtëm, ndikim pozitiv ka pas GDP-ja, ndikim më të lartë pozitiv, po jo statistikisht të rëndësishme ka pas GDP-ja për kokë banorit, dhe papunësia mirë po statistikisht rëndësishme, ndërsa sa i përket inflacionit ka pas ndikim negativ. Kurse analiza faktorëve ndikimi në ROE, rezultatet prap mbas testit Hausmann del që modeli më i përshtatshëm është random effect, sikurse edhe në tabelën paraprake ose në analizën paraprake të matur nga ROA. Në kuadër të saj mund të themi se prap ndërlidhje të rëndësishme kanë pas, nëse ndalemi të rezultatës së ndërlidhje pozitive, kemi numrin e bankave, pastaj kemi GDP-n për kokë banorit dhe papunësinë. Ku papunësia ka pas dhe ka qenë statistikisht e rëndësishme. Kurse inflacioni dhe kredit jo performuese kanë ndiku negativisht, ku tha me rritjen e tyre ose me rritjen e kredive jo performuese ndikon në uljen e performancës bankave. Këto i kemi paraqit edhe 2 grafik. Në grafikon e dytë është ROA-ja banka në Kosovë dhe Shqipëri, ku nga viti në vit shihet që ROA-ja në Kosovë është shumë e lartë se sa në Shqipëri, e njëjta është edhe në Kosovë, edhe në ROE, prapë është më e lartë në Kosovë se sa në Shqipëri, dhe në bazë rezultateve ose në bazë dana shohim që Kosova, bankat në Kosovë ka një performancë shumë të lartë nga viti në vit, mirë po pak dallimi është më i vogël në vitin e fundit. Këtu i kemi kredit jo performuese, ku ka qenë dallimi shumë kanë qenë të larta në Shqipëri në 2014, mirë po kjo ka ndiku vitet të fundit, ka një ndryshim prej 22.8%, 23.8% deri në 5.2%, por prapë është shumë e lartë krahasuar me Kosovën, ku i kemi vetëm 2%. Në kuadër të saj e kemi realizuar edhe një anketë, i kemi pyet kredimarrësit në Kosovë, pse është norma më e ulët nëse marrim jo vetëm Shqipëri, por edhe në Ballkan, dhe në bazë përgjigjeve kemi ardhur në përfundim se
populli i Kosovës ose kredimarrësit i respektojnë marrëveshjet e marrjes kredive dhe nuk dëshirojnë që të mbesin një histori të keqe që përcillet nga BÇK-ja, kështu që kanë qenë pak më serioz në kredit që i kanë marrë dhe i kanë kthy, domethënë shihet në bazë rezultatit nëse krahasojmë me rajon. Në bazë përfundimit i kam përmbledh 4 përfundime për Kosovë dhe për Shqipëri, dalë që bankat në Shqipëri kanë performancë më të ulët krahasuar me Kosovën. Pastaj kjo mund të themi që ndoshta vjen edhe si rezultat i kushteve ndoshta më të mira për klientët e Shqipërisë, interesa më të ulta ose varësisht prej rasteve nuk do të thotë kjo vlen prap nevojitet me u analizu. Kredit jo përformuese në Shqipëri janë shumë të larta dhe kanë ndikuar negativisht profitabilitet, kurse tregu bankar në Shqipëri ka qenë konkurrues me më shumë banka, mirë po kjo ka ardhur vitet fundit duke u zvoglu, por prap shumë më lart se sa në Kosovë. Përfundimet në Kosovë janë bankat kosovare kanë performancë shumë të lartë, kjo pa në rezultatin e grafikut paraprak, me qenë se kanë përfitime të larta, atëherë kish me qenë e përshtatshme që normat e interesit ishin më të ulta, që mos më u vështirësu edhe qasjen e bizneseve në kredi, edhe të klientëve. Përqindja e lartë e kredive jo përformuese aplikuar në Kosovë, që është shumë e ulët, kjo ka ndikuar në profitabilitetin që është shumë i lartë në ROA dhe ROE. Kurse ka një koncentrim të tregut në disa banka me kryesore që ka kufizuar edhe konkurrencën e bankave tjera ose hapjen e bankave tjera në tregun kosovar. Në përfundim, mbas këtij ulëmtimit, kjo marr në përfundim që Kosova ka nevojë me pas ulje të normave të interesit, e cila nuk kish me dëmtu shumë performancën që u pa nga rezultati. Hapja e tregut për bankat reja ose të paktën mos ketë monopol e krijuar nga bankat kryesore, po të kenë qasje edhe banka tjera. Edhe mbikëqyrja në rregullimin më aktiv nga autoritetet, jo me qenë kjo performancë e lartë ndam ose në kurriz të konsumatorëve. Kurse për Shqipëri, një menaxhim më efikas i kredive jo përformuese, të paktën të ketë rregulla më strikte kur japin kredi, ose të përdorin metoda që ato kredi që japin të përcillen që mos tjetë norma kaq e lartë e kredive jo përformuese që krahasuar me vendin tonë. Rritja efikase pa e ulë fitimin edhe vazhdimi konkurencës së shëndetshme në treg. Faleminderit. Faleminderit shumë profesorës Vlora Trenaj për prezantimin. Më vjen keq që nuk pata mundësinë me ndëgju deri në fund ose prej fillimit. Isha për prezantim për vete në sesionin tjetër, edhe tani sa u ktheva. Në vazhdim e ftojmë profesorin Xhavid Islami dhe Enis Mulolli me temën rreth përdorimit strategjik të inteligjencës artificiale në krijimin e vlerës. Spari, përshëndetje, apo dëgjohem? Okay. Po dëgjojmë. Lirisht vazhdoni që kisha me respektu kuvizimin në kohë që është 10 minuta për secilin prezantim. Faleminderit. Në rregull, Spari, faleminderit edhe me vjen keq që nuk jemi fizikisht prezent aty. Dhe së dyti është kënaqësi e veçantë të jem këtu pranë jush dhe të prezantoj temën apo gjetjet që kemi bërë së bashku me kolegën tim Xhavid Islami mbi përdorimin strategjik të inteligjencës artificiale në krijimin e vlerës në organizatë. Vazhdojmë në slajdin tjetër të pak. Okay. Shumica prej nesh e dim ose bim dakord që AI është pjesë e përditshmërisë sonë dhe zhvillimet teknologjike po ndryshojnë mënyrën e funksionimit të biznesit, rritja e shpejtë të dhënave dhe zgjerimi i kapaciteteve kompjuterike bën që suksesi një kompani duhet ta fitojë dhe mos të bazohet vetëm sepse operon në treg apo ka një historik të gjerë. Për këtë, AI është një metodë kyç që rrit efikasitetin, ul kostot dhe përshpejton proceset. Mirë po sot ekziston një paqartësi mbi perceptimin e inteligjencës artificiale. Së pari është në një anë ka entuziazëm dhe pritshmëri të larta, kurse në anën tjetër ka prik nga humbja e vendeve të punës dhe skepticizëm për vlerën reale të saj. Pra, ende mungon një kuptim sistematik
i mënyrës se si AI krijon vlerë për klientët, punonësit dhe furnizuesit, pasi shumica e ulëmtime janë të fokusuar vetëm tek ulja e kostove apo entuziazmi teknologjik, pra pa një vizion të qartë strategjik. Prandaj ajo që dua sot të prezantoj apo të paraqes në këtë kohë kaq të shkurtër është ti përgjigjem pyetjes kërkimore të cilën e kemi bërë, si ndikon përdorimi i teknologjisë AI në krijimin e vlerës për organizatën. Për shkak të kohës, kalojmë këtë slajd. Vazhdojmë me metodologjinë e kërkimit, po për ta realizuar këtë ulëmtim ne kemi bërë një rishikim sistematik të literaturës, duke analizuar 70 artikuj shkencor për një periudhë 10 vjeçare, pra metodologjia ka qenë cilësore, që një artikull të zgjidhet dhe të analizohet për gjenerimin e rezultateve, ai duhet të ketë trajtuar të paktën një nga komponentët e strategjisë së bazuar në vlerë, në mënyrë që të sigurohet mbulimi i plot i fushës. Pra, dokumentet analizuara janë të zgjedhur prej në total prej 2487 punimesh të identifikuara. Përzgjedhja është bërë mbi bazën e kriterëve të qarta të përfshirjes, për shembull si punimet e botuara në revistat e ranguara C1 ose C2. Dhe kurse procesi i rishikimit është zhvilluar në 3 faza, siç është planifikimi i rishikimit, realizimi i rishikimit dhe planifikimi i rishikimit, realizimi i rishikimit dhe raportimi i rezultateve të rishikimit, gjë që na ka siguruar rigorizitet dhe përgjigje në pyetjen kërkimore. Pra vazhdojmë me raportimin e rezultateve të rishikimit. Siç mund ta shohim edhe nga harta e marrëdhënieve të ndërmjet variablave, ekzistojnë 3 kategori kryesore të mekanizmash përmes të cilave inteligjenca artificiale ndikojnë në komponentët e strategjisë së bazuar me vlerë. Pra në kuadër të efekteve të drejtë për drejta, kompanitë të cilat përdorin mjetet e inteligjencës artificiale siç janë sistemet e rekomandimit përmes AI, chatbotet apo analiza të dhënave, të për të përshtatur ofertat e tyre natyrshme, preferencat individuale të kompanisë, përdorimi i mekanizma si personalizimi dhe transparenca kanë ndikuar që këto kompani të rrisin kënaqësinë e klientëve ndaj shërbimeve të tyre. Megjithatë, disa studiues vërejnë se përdorimi i teknologjive AI mund të sjellë dhe zhgënjim te klientët ndaj shërbimeve të firmës, ku për shembull mungesa emocionale shpesh bën ndërveprimet firmë klient të perceptohen si jo personale, por thjesht transaksionale, e cila mund të ndikojë edhe negativisht në lidhjen autentike njerëzore. Pra për shembull një restorant bazuar në të dhënat mund të referojë një ushqim, mirë po disponimi ose preferenca emocionale momentale e klientit mund të është për një ushqim tjetër, e këtë mund ta kuptoj vetëm një punonjës njerëzor në mënyrë intuitive. Gjithashtu inteligjenca artificiale ka ndikim edhe të drejtë për drejtë edhe tek punonjësit përmes mekanizmave siç mund të jetë automatizimi apo të detyrave rutinë apo mbështetja e punës përmes teknologjive AI, ku rrit fleksibilitetin e punonjësve, gjë që ndihmon në përmirësimin e ekuilibrit mes jetës dhe punës. Megjithatë edhe automatizimi mund të rrezikojë vendet e punës, të cilat janë pra pozicione me rutinë apo me aftësi të mesme. Për këtë arsye një model hibrid që kombinon efikasitetin apo mbikëqyrjen njerëzore dhe trajnimin e punonjësve me AI është pra me fjalë të tjera një ridizajnim i vendeve të punës apo trajtimi i punonjësve thelbësor për përdorimin e efektive të teknologjive AI do të ishte një marrëdhënie e qëndrueshme mes kompanisë dhe punonjësve. Ndërsa studimet e fokusuara tek furnitorët identifikojnë mekanizma siç janë transparenca dhe dukshmëria e proceseve për krijimin e vlerës. Teknologjitë AI luajnë një rol transformues në marrëdhëniet me furnitorët, duke përmirësuar vendimarrjen, ulur kostot dhe rritur efikasitetin. Pra për shkak të kohës, po vazhdojmë me slajdin tjetër. Pra avantazhi konkurrues i sjell nga AI kërkon përditësim të vazhdueshëm për shkak të natyrës dinamike të këtyre teknologjive AI, në qasje ndaj klientëve, punonjësve apo furnitorëve. Ato pra firmat duhet të jenë gjithmonë një hap me kohën në mënyrë që të arruajnë këtë avantazh konkurrues. Dhe për fund kemi jepur edhe disa propozime
pasi që duke pozicionuar AI-n si një meta-aftësi, ky studim zgjeron teorinë e kapacitetet dinamike dhe definon o parafinon teoritë e palëve të interesit. Kështu, ka ky studim kemi ardhur te propozimet si përdorimi propozimet për volumtime të ashme, mendoj, është propozimi përdorimi i balancuar ndër veprimit mes AI dhe njeriut mund të sjellë kompanisë avantazh konkurrues duke rritur knatësinë e klientit. Propozimi 2 ka të bëjë me kompanitë mund të nxisin kreativitetin punonjësve dhe të fitojnë avantazhin konkurrues përmes përdorimit duke përdorur në mënyrë efektive të teknologjive AI. Propozimi 3 ka të bëjë me përdorimin etik dhe transparencën të teknologjive AI në raport me fornitorët, forcon besimin bashkëpunues dhe ndihmon kompanitë të fitojnë një avantazh konkurrues. Propozimi 4A është përdorimi më i mirë i teknologjive AI mund të krijojë avantazh konkurrues përmes një strategjie të bazuar në vlerë dhe propozimi 4B ka të bëjë me avantazhin konkurrues ndërmjetëson lidhjen me strategjisë e bazuar në vlerë dhe performancën e kompanisë. Ju faleminderit për vëmendjen, kaq kisha. Faleminderit shumë për prezantimin rreth përfshirjes së AI, inteligjencës artificiale në biznes, në fakt në çdo pore të punës, me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe produktivitetit për me kriju një avantazh konkurrues. Tani kalojmë mbesim në të njëjtën fushë pak a shumë merrem ende me inovacionin, po të shkojmë tani për sjelljen inovative në kuadër të biznesit. Ftojmë Flamur Kaçiun për këtë prezantim. 10 minuta. Listeve është kënaqësi para ju të flas për disa rezultate fillestare të cilat i kam gjetë si pjesën e ulëmtimit pak më të madh që ka të bëjë si pjesë temës së doktoraturës. Në njëjtën kohë, unë e Flamuri punoj edhe si menaxher i burimeve njerëzore në një kompani private. Fillimisht, nëse ju kisha pyet, a kisha mujt më marr në 2 përgjigje, ta shpesh i kushtoni vëmendje, çështjeve që nuk janë pjesë e punës suaj së përditshme. Në 2 përgjigje. Shumë shpesh. Shumë shpesh. Rrallë. Okej, faleminderit për përgjigjen. Faleminderit për përgjigjen. Foltuan. Tash është shumë në fund pse e kam vendosur këtë pyetje. Qëllimi kryesor ka qenë me përshtat një pyetësor, një instrument i cili është zhvilluar nga De Young edhe Dan Hartog në vitin 2010 rreth matjes së sjelljes inovative në punë dhe mi testu disa hipoteza kryesore, pastaj si pjesë e temës kam dalë disa pjesë tjera. Shkurtimisht, definicioni standard i kreativitetit ose SDC, si është një të thotë që kreativiteti është gjenerimi i ideve novele ose të reja dhe efektive ose të dobishme. Ndërsa inovacioni është implementimi i suksesshëm i ideve kreative ose ideve pjesërisht kreative. Për shkak që inovacioni mund të më qenë edhe pa ide që e kemi zhvilluar na si pjesë e kreativitetit, mund me merr na pe një kompani tjetër, pe një organizatë tjetër, mirë po implementimi i suksesshëm është ajo që e bën inovacion, për shkak që sjell dobi. E kom sjell këtu definicione për shkak që sjellja inovative ka elemente të dyave. Pra sjellja inovative përfshin edhe pjesën e kreativitetit dhe pjesën e inovacionit, prej gjenerimit të ideve deri te implementimi i tij në disa faza. Dhe të njëjtën kohë është inovacioni në nivelin individual. Domethënë fillimisht kur ka nis si koncept trajtuar si inovacion individual. Pra në nivelin individual i ka 4 dimensione gjithsej, që do të shihemi shumë shpejt. E kom ndryshuar pak strukturën, po shku te metoda para hipoteza për shkak të kohës. Në pyetësor kanë marrë pjesë 320 respondent. Pyetësori është mundu më përkthy në mënyrë sa më shkencore të mundshëm, kanë qenë 2 përkthyme prej 2 ekspertave të gjuhës angleze, pastaj është bë një rivlerësim i tyre, është përkthy apet domethënë backward translation ka pas, edhe në fund e kam dërguar te një linguist për me shikuar aspektin gjyqësor, po mbi gjitha prap kam vendosur vetë për arsye ashtat të përvojës dhe të angazhimit të menaxhment, ndoshta për do elemente shumë kritike se çysh me qenë pjesë pyetje pyetësoreve. Prej përgjigjeve 41% kanë qenë të gjinisë femërore,
Dërsa pjesë e pyetësorit ti kanë qenë 10 pyetje, të cilat janë marrë me shkallën 1 deri në 5, të asnjëherë deri gjithmonë. Si pjesë kësaj për me këshyrë si praktike ullumtimeve është që mi përdor dy punësorë së bashku, se vetëm një pyetësor i vetëm ka mundësi që me sjell rezultate të gabuara, kështu që për me pasë një farë lloj sigurie, brenda këtij pyetësorit ka qenë edhe instrumenti sjelljes shtetare, organizative ose si një ndryshe edhe si performanca kreative, dhe janë këgja shumë si konceptet njëjta me sjelljen inovative, mandej ka disa ullumtuesi trajtojnë të njëjtë. Për këtë arsye kemi dashur me pasë një lloj sigurese nëse janë rezultatet e besueshme. Në përgjithësi, sjellja inovative ka treguar që ka një besueshmëri ky instrument me 0.84 alfa. I vetmi dallim ose diçka që ka qenë pak më ndryshe prej punimeve të tjera është eksplorimi i ideve. Për shkak se eksplorimi, gjenerimi, promovimi dhe implementimi i ideve janë pjesë e sjelljes inovative. Rezultati më i çuditshëm edhe pyetjen që e bëna në fillim edhe për shkak përgjigjeve të ralla që ka dalë që eksplorimi, është nivel më të ulët krahasu me dimensione tjera të sjelljes inovative. Korelacioni mes dy instrumenteve ka qenë i mirë, ka qenë 0.6, për këtë arsye muj me thonë që instrumenti është tregu i besueshëm. Edhe të analiza korelacionit, mundi me pasi prapë i vetëmja dimension cili ka qitë problem nëse muj me thonë tojza është të eksplorimi i ideve, dhe në disa këtu paraqitet edhe me variablat të kontrollit, që është rezultate. Hipoteza kryesore ka qenë ashtu sikur në punimin origjinal të autorëve që përmana më herët De Jong dhe Den Hartog, ka qenë që eksplorimi, gjenerimi, promovimi dhe implementimi i ideve kontribuojnë në konceptin e përgjithshëm të sjelljes inovative, përveç eksplorimit, kjo përdor metodën që kanë përdorur ata me CFI, përveç eksplorimit të ideve, dimensione tjera kanë qenë rregull, kështu që kemi pranuar këtë hipotezë. Ndërsa hipoteza 2 ka qenë që eksplorimi, gjenerimi, promovimi dhe implementimi i ideve janë 4 dimensione të ndryshme. Në punimin origjinal që të 4 kanë dalë që është vështirë praktikisht dhe empirikisht me vërtetu që këto janë dimensione të ndara, edhe pse teorikisht ekzistojnë, praktikisht është vështirë për shkak që sjellja inovative ka shpesh herë fillon ndoshta me gjenerim, pastaj promovim, pastaj rishikim të idesë, për këtë arsye është këgja vështirë me ndosë dimensionet vetme. Ka shkon një hap para, ndoshta 2 hap mbrapa, një hap anash, për këtë arsye është praktikisht vështirë me gjetë. Njëjtën e kemi gjetë edhe na, domethënë përveç eksplorimit, po them edhe herë, ka dalë njëjti. Ndërsa sa i përket variablave të kontrollit që kemi dashur me këshyr këto pyetësore apo është te grupe të ndryshme të punonjësve i njëjtë apo jo, apo ka dallime të ndryshme, përveç gjinisë, domethënë kur femrat kanë dalë që kanë dallim signifikant, edhe pse ka qenë 0.13 dallimi, është i vogël statistikisht, por prapë sipas rregullave të signifikancës, domethënë ka qenë 0.5 probabiliteti, për këtë arsye ka qenë signifikante. Për variabla tjera nuk ka pas dallim signifikant. Tregon që pak a shumë kjo sjellja inovative është e njëjtë mesin e grupeve të ndryshme. Arsyeja pse unë kom zgjedh këtë pyetësor është për shkak që Hughes edhe me disa autorë në një botim në vitin 2018, leadershipi, kreativiteti, inovacioni, një rishikim dhe rekomandime, kanë thënë se ky është prej macëve të cili kur është zhvilluar prej De Jong dhe Den Hartog, domethënë ka përdorur një metodë shumë më të mirë dhe më të avancuar shkencore se sa pyetësor tjerë. Kjo është arsyeja pse unë kam vendosur me përdorur këtë pyetësor. Si përfundime, prej krahasimit që kam bërë me rezultatet të punimeve tjera, se dhe në Kosovë, unë kam filluar që 2 ose 3 vite më merr me këtë temë, edhe në Kosovë mujt e funit kanë dalë 2 punime lidhur me sjelljen inovative, normal një model tjetër ullumtues. I kam krahasuar me këto, po edhe me të rezultateve të punimeve tjera në vende të tjera, më kanë dalë që rezultatet e mia dikon 10% më shumë punojësit e kanë vetë raportuar vetën se kanë sjellje inovative. Dallim pak më i lartë është te gjinia femrore, te kompanitë e vogla, punëtorë që punojnë në kompani më të vogla, një dhe 5 punëtorë, të vetë punësuarit, ose freelancerat, edhe ata që kanë edukim më të avancuar, master ose
edhe më shumë. Rezultatet e punimit janë përputhje me teorinë në përgjithësi, përveç thash të eksplorimit të ideve, që besoj që ka qenë ajo pak ma e çuditshme për rezultate, dhe besoj që ka nevojë më fokusu edhe me shiku pse është arsyeja për një që na punojësit në Kosovë nuk jemi shumë eksplorues të mirë të ideve në punë, edhe pse jena të mirë të implementimi apo promovimi, mirë po nuk jemi të mirë të eksplorimi ideve, pra kanë qenë këtu dy pyetje. Unë kam pas frikë që mos nuk ju kuptu mirë, po pastaj i kam konsultu disa persona dhe më kanë thonë që jo, nuk është që se kisha kuptu këtë pyetje, mirë po vërtet jemi qashtu dhe na, dhe më thonë interesohemi për punën mrena detyrave të mia, nuk është që më intereson shumë departamenti tjetër çfarë të lashësh ka, ose një ekip tjetër çfarë të lashësh ka, ose një koleg tjetër çfarë të lashësh ka, që unë më shku edhe më thonë ndonjë ide. Domethënë është pak më e rrallë krahasu me pjesë tjera. Pjesë e eksplorimit të ideve ka qenë sa shpesh pjesë në vetën se si mund të përmirësohen gjërat. Domethënë janë çdo dyja që kanë dalë pak më çuditshme për punonjësit Kosovë. Unë që ka që fota, besoj që kesh mjaftuar shumë i shkurt. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për prezantimin kaq konciz. Faleminderit shumë zotrit Kaqiu për në që ndohet me ne njohurinë tuaj lidhje me sjelljen inovative në vendin e punës. Për mua është hera e parë që ndëgjoj një prezantim të tillë. Me këtë temë nuk është që ja marr, nuk është që nuk më ka shku mendja me diskutu çështje të tilla, mirë po nuk e kam ditë që dikush merret me këtë temë tamam në doktoraturën e tij. Vetëm na mbete borxh me na tregu, a janë gratë ato që kanë sjellje më inovative apo burrat, sepse tregove që statistikisht dallimi është i signifikant, po nuk e kuptun cila palë është më inovative. Jemi shoqëri maskeliste ne. A gratë kanë raportu, mirë jemi. Përkundër profesorit, i luta. Jo, s'kam që ti vazhdojmë. Faleminderit shumë. Vazhdojmë me një temë tjetër. Prap, e kemi zonjën Boja dhe zonjën Taraku me temën procesi i konsultimit publik të buxhetit në qeverisjen lokale. Shpesh na ftojnë në Kosovë për me diskutu sipas lagjeve. Kemi ato takimet ku diskutohet me banorët e lagjes për buxhetimin dhe të tjera, po me gjas efektiviteti tyre nuk di a ekziston, ajo ndoshta është zero. Faleminderit shumë, fjala është juaja. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Orena Boja, jam lektore pranë Departamentit të Administrimit Publik në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës. Tema që unë kam sot është procesi i konsultimit publik të buxhetit në qeverisjen lokale, me fokus kryesor Bashkinë e Durrësit. Tema është bërë në bashkëpunim me kolegen Arba Taraku. Procesi i konsultimit në fakt është një proces i cili nuk përfshin vetëm buxhetin, por përfshin gjithë procesin, pra përfshirjen e qytetarëve në vendimarrje, por ne jemi fokusuar vetëm tek konsultimi i buxhetit dhe rëndësia pse duhet që qytetarët marrin pjesë në konsultimin publik. Konsultimi publik përbën një nga shtyllat themelore të qeverisjes së mirë dhe qeverisjes transparente, pra në bazë të parimeve të demokracisë. Edhe për shkak të kulturës, por edhe për shkak të besueshmërisë së ulët të qytetarëve ndaj institucioneve publike, procesi i konsultimit zhvillohet në Bashkinë e Durrësit, ashtu si zhvillohet edhe në bashkitë e tjera të Shqipërisë. Por në fakt, siç do e shohim dhe në vazhdim, ka një angazhim shumë të ulët të qytetarëve në çështje që lidhen me buxhetimin ose çështje që lidhen me shpërndarjen e buxhetit në nivel lokal.
Ky studim ka si qëllim jo vetëm që të theksojë rëndësinë e pjesëmarrjes qytetare në procesin e buxhetimit, por në një farë mënyrë edhe të nxjisë qytetarët për të qenë më të përfshirë, dhe kur qytetarët janë më të përfshirë, nxisin edhe institucionet dhe qeverisjen lokale që të jenë më transparente, jo vetëm me buxhetin, por dhe me çështje të tjera institucionale. Literatura përfshihet domethënë trajton dy koncepte, konceptin e transparencës dhe konceptin e konsultimit. Pasi referuar ligjit në Shqipëri, procesi i konsultimit publik theksohet edhe tek ligji për transparencën dhe të drejtën e informimit. Në fakt, një pjesë e mirë e njësive të veçeverisjes vendore, përfshirë edhe Bashkinë e Durrësit që ne kemi marrë në analizë, e kryen procesin e konsultimit publik, pra duke ftuar palët e interesuara që të marrin pjesë, jo vetëm në konsultimin e buxhetit, por edhe në aspekte të tjera. Por ajo që vjen të re është që pjesëmarrja është më shumti nga shoqëria civile, nga partitë opozitare ose nga punonjës të institucionit, dhe përqindja e pjesëmarrjes në nivel qytetar është relativisht shumë e ulët. Ka disa teori dhe përkufizime në lidhje me procesin e konsultimit publik. Disa teori e trajtojnë procesin e konsultimit publik si një domosdoshmëri për një qeverisje gjithëpërfshirëse. Teori të tjera e komentojnë procesin e konsultimit publik apo pjesëmarrjen si një domosdoshmëri për të ndarë domethënë politikat dhe për të përcaktuar mënyrën se si do ofrohen shërbimet në njësitë e veçeverisjes vendore. Dhe ka domethënë teori ose përcaktime të tjera që e konsiderojnë procesin e konsultimit publik si pjesë e disa nismave që merr institucioni i qeverisjes vendore. Siç e përmenda edhe pak më parë, trajtohet ligji mbi transparencën dhe ligji mbi konsultimin publik. Në fakt që të bëhet një konsultim publik, ashtu siç duhet që të nisë procesi i transparencës që nga procesi i njoftimit të konsultimit publik e deri tek monitorimi i pjesëmarrjes. Pra, institucionet e veçeverisjes lokale në momentin që bëjnë njoftimin duhet të sigurohen që të gjitha target grupet që ato kanë në fokus të jenë pjesë e procesit të konsultimit. Gjithashtu është përgjegjësi e institucioneve të veçeverisjes vendore që të ftojnë grupet e interesuara në procesin e konsultimit. Për procedurë, procesi i konsultimit publik bëhet në dy forma në Bashkinë e Durrësit, pra ftohen jo vetëm punonjësit e institucionit që të shpërndajnë procesin e konsultimit, por gjithashtu edhe të zgjedhurit, pra përfaqësuesit vendor që të shpërndajnë dhe të ftojnë qytetarët të marrin pjesë në konsultime. Në fakt, unë po i bëj pak skip sepse janë pjesë teorike që mbase ju i keni informacionet se si realizohet. Për sa i përket metodologjisë, pra janë mbledhur të dhëna nga bashkia duke analizuar nëse institucioni është transparent në lidhje me publikimin e buxhetit, në lidhje me publikimin e orareve të konsultimit publik dhe informacioneve që lidhen me konsultimin, dhe gjithashtu është përndar një pyetësor online që ka në fokus jo vetëm individët, por dhe shoqërinë civile dhe punonjësit e institucioneve dhe bizneset që duhet bëhen pjesë e procesit të konsultimit publik. Në fakt, kjo është një analizë e shkurtër e të dhënave, mund t'i lexoni të dhënat tek punimi i plot, sepse nuk morëm përgjigjet e duhura dhe menduam që tek punimi i plot të bëjmë një analizë më të thelluar. Ajo që vjen të re në fakt tek të dhënat e mbledhura është që ka një disbalans midis nivelit arsimor që deklarojnë të intervistuarit dhe informimit që ato kanë mbi procesin e konsultimit publik. Edhe pse pjesa më e madhe e të intervistuarve janë persona të cilët deklarojnë që kanë një arsim të lartë, sërish njohuritë që ato kanë mbi procesin e konsultimit dhe pjesëmarrja që ato bëjnë në procesin e konsultimit është shumë e lartë, pra mbi 60% të anketuarve deklarojnë që
nuk janë të informuar për sa i përket procesit të konsultimit publik, madje në një pyetje të hapur që ne kemi në pyetësor, ato deklarojnë që nuk kanë fare informacion që mund të jenë pjesë e konsultimeve publike që kanë në fokus buxhetin, pra që mund të marrin pjesë dhe mund të propozojnë buxhetime apo investime të mundshme brenda njësisëve qeverisjes vendore që ato deklarojnë. Numri i personave të cilët deklarojnë që nuk kanë marrë pjesë në një takim publik online, sepse sipas informacioneve të shpallura, njësiave qeverisjes vendore bën konsultimin publik në të gjitha njësitë administrative, ku i fton qytetarët dhe palët e interesuara të marrin pjesë. Por ajo që vjet re në fakt është që ka një përputhje midis punojësve të administratës, shoqërisë civile, pra janë tek target grupi të cilët marrin pjesë në konsultimet publike. Marrin pjesë shoqëria civile për shkak ose NGO-t për shkak të projekteve dhe angazhimeve që ato mund të kenë, dhe punojësit e administratës për shkak se mund të jenë të përfshirë si referues në procesin e konsultimit publik. Një sesion tjetër i pyetësorit kishte të bënte me transparencën dhe komunikimin, pra si vlerësojnë qytetarët nivelin e transparencës në buxhetim, dhe në fakt, në përgjigjet që ne kemi, shumë shpejt, kemi mbledhur, ato e deklarojnë që bashkia nuk është transparente, por si që thash, ne kemi bërë analizë të dy të dhënave, pra të dhënat e publikuara në faqen zyrtare të institucionit dhe të dhënat të mbledhura nga qytetarët, dhe rezulton që bashkia e Durrësit i publikon të gjitha kalendaret e konsultimeve publike. Konkluzione dhe rekomandime, rezultatet tregojnë që pavarësisht se ne kemi një mekanizëm ligjor shumë të mirë për procesin e konsultimeve publike, konsultimet publike janë më shumti për procedurë, pra për të protokolluar disa shkresa mbi procesin e konsultimit, sesa për përfshirje qytetare në proces konsultimi. Pra mund ta konsiderojmë thjesht si një angazhim simbolik i institucionit të njësisëve qeverisjes vendore në procesin e konsultimit. Ajo që ne rekomandojmë është që duhet të nxiten më shumë qytetarët në këtë proces, duhet të ketë më shumë shpërndarje të informacionit, pra jo thjesht shpërndarje informacioni në web page për të qenë korrekt, por për t'i ftuar ato dhe në forma të tjera për të qenë pjesëmarrës në procesin e buxhetimit. Nëse keni pyetja, faleminderit. Faleminderit shumë për prezantimin, zonja Boja. E vërtet e thash edhe më herët edhe te ne na ftojnë me gjas, kalendari me siguri që publikohet, po ndoshta është mirë me ndërmarrë masa të tjera ku vëditsojnë qytetarët që ekziston një kalendar i tillë dhe ku ta gjejnë në mënyrë që të marrin pjesë. E vërtet me siguri është e vërtet që pjesëmarrja e vetë qytetarëve është e ulët, prandaj kemi ankesa më të mëdha. Sidoqoftë, shpresoj që përmirësohet procesi i tillë edhe në Kosovë edhe te ju, në mënyrë që të rritet transparenca e cila çon në besueshmëri më të lartë tek institucionet. Ne kuptuam që na mungojnë prezantuesit e fundit, është ashtu? Na mungojnë. S'ka mbetur më njëri, kështu që... Po. Mirë, atëre me që mbritëm në fund të sesionit tonë, së pari ju falenderoj të gjithëve ju që patët durimin të qëndronit deri tani, mbas një dite të lodhshme dhe të gjatë. Së dyti të gjithë autorëve një përgëzime për punët që kanë bërë. Sigurisht që do të kenë gjithkohën e mjaftueshme për të reflektuar dhe për të përmirësuar me punimet e plota prezantimet që bën sot. Unë personalisht jam shumë e kënaqur që në sesionin tonë që kishte të bënte me rolin e digitalizimit dhe sfidat e revolucionit 4.0, po shumë shpejt do flasim për revolucionin 5.0. Kështu që tematikat që u trajtuan këtu ishin të gjitha të lidhura me këtë çështje. Dëgjuam ose kuptuam shumë më mirë shumë nga aspektet që lidhen sidomos me sfidat me të cilat neshen të dy vendet tona, pra Shqipëria dhe Kosova,
që duket shumë nga sfidat dhe përpjekjet i kemi të përbashkëta, ashtu sikurse ka dhe gjëra veçori që mund të jenë të ndryshme, por që tashmë duket që janë sfida jo thjesht ndërmjet vendeve tona, por janë sa rajonale aq edhe në nivel global, dhe që do të thotë se sfidat globale janë dhe sfida me cilat do të përballemi edhe ne. Ne kemi fatin e madh që pamërsisht vështirësive, lëvizjeve demografike, migracionit tjera, kemi një brez të ri që është jetur për dije, që është jetur për teknologjitë, për të qenë në kontakt me zhvillimet më të fundit. Ne sot folëm shumë herë për inteligjencën artificiale, edhe ju vetë e tha që ishte fjala ndoshta më e klikuar në thonjza, nëse do ta quanim kështu. Pra, për të shkuar tek zhvillimet e teknologjisë, të cilat me sa duket do t'i paraprin dhe prin më tej zhvillimeve ekonomike të vendeve tona, duke përfshirë të gjitha sektorët, në fushën ekonomike, kulturore, sociale dhe arsimore. Në fund të këtij seksioni, s'më mbetet gjë tjetër veç se t'u përshëndes edhe një herë, t'ju falenderoj që ishit pjesë e kësaj konference, dhe padyshim uroj që të kemi aktivitete të tjera të ndajmë mes nesh mendimet, idetë, eksperiencat, njohuritë, dijet që ne kemi, pasi i shërbejmë një komuniteti më të gjerë, siç është bota akademike, po jo vetëm, dhe sigurisht për të krijuar atë që na ka munguar shpesh, networku, pra rrjetëzimi, krijimi i kontakteve me njerëzit. Tani dim që kush trajton çfarë, dhe nëse duam të bashkëpunojmë, e kemi shumë më kollaj t'i drejtohemi gjithsecilit për bashkëpunim.